pyetje në raport me si me thënë, kohezionin ose shëndetin e SPAK-ut aktualisht në raport me sjelljen institucionale, me betejat që ka SPAK-u dhe janë jo të vogla dhe janë jo pak, duhet thënë aty brenda, bashkë me imazhin publik që e ka ashtu si e ka, një pjesë e beson, një pjesë nuk i beson, është i kundërshtuar nga dyja palët. Është një situatë vërtet shumë të vështirë, shumë. Si bën përshtypja Adi që dikur e kundërshtonte vetëm zoti Berisha dhe zoti Meta, tani edhe mazhoranca. Pra zoti Rama ka qëndruar 12 vjet në pushtet me një argument. Unë kam sjell drejtsinë e re. Dhe tani në momentin kur i ka shkuar uji aty te mulliri vet, edhe po i tronditet toka nën këmbë, fillon edhe godet. Klodi, si e ke lexuar ti batutën telefonin tim nuk do ta merrni? Si impresion të hapur ndaj SPAK-ut, nuk kam asnjë kompleks për ta thënë këtë publikisht. Si ti nuk e lexon këtë si një frazë kalimtare me që ati kishin marrë Velia e ti kishin marrë telefonin? Jo, nuk besoj që zoti Rama është nga ato personalitete apo njerëz politikës që i rrëshqasin gjërat pa dashje. Zoti Rama në çdo fjalë që thotë është i qartë mesazhi që përcjell. Dhe unë e kam parë kështu, duke qenë se zoti Rama mund të jetë realisht i rrezikuar nga një pendes ose nga një dëshmi e zotit Veliaj. Mund të jetë realisht i rrezikuar nga të dhënat që mund të përftohen përmes